Një story në Instagram apo thjesht fakti që jeni shqiptar mund t'ju kushtoj në shtetësinë britanike. Ky të paktën është pretendimi i reperit të njohur Gjibani, i cili sapo ka marrë një jo të prerë nga Home Office në Londër, dhe arsyeja që ai zbulon është e habitshme. Në letrën zyrtare që shihni, Britania i refuzon pasaportën Arban Perlalës, me argumente se nuk plotson kushtin e karakterit të mirë. Po çfarë ka bërë Gjibani? Ai tregon se vetmja një në dosin e tij është kapja me një sasi të vogël kanabisi për përdorim vetjak, për të cilën ka paguar gjobë dhe nuk ka bërë asnjë ditë burg. Por sipas reperit, kjo është vetëm maja e icebergut. Gjibani ka hapur kutinë e Pandorës, duke treguar sipas tij një anë të errët të drejtësisë britanike. Ai rrëfen një incident të rënd të vitit 2022, ku siç pretendon, ai u godit qëllimisht në makinë nga një shtetas britanik pas një sherrri në trafik. Dhe çfarë bëri policia? Sipas Gjibanit, asgjë. Për më tepër, kur një dëshmitar u afrua ta ndihmonte Gjibanin e lënduar në tokë, polici i ka kërcënuar të dy me arrestim, vetëm sepse po flisnin shqip me njëri tjetrin. Ironia e fatit, Gjibani është rritur në Greqi, ku thotë se ka provuar racizmin. Më pas ka emigruar në Suedi, ku ka marrë edhe shtetësinë suedeze me nderime. Por Anglia, vendi ku jeton, e paguan taksa që nga 2017 e refuzon për karakter. Ai dyshon se kjo lidhet edhe me postimet e tij politike në Instagram, ose me një paragjykim sistematik ndaj mashkujve shqiptar. Reperi e mbyll me fjalët: "Do ta shijoj jetën në Shqipëri. Koha dhe njerëzit do të gjykojnë gjykatësit." Po ju si mendoni? A është ky zbatimi i ligjit apo thjesht racizëm i pastër ndaj shqiptarëve? Na thoni në komente dhe mos harroni. Bëni follow Priveva Libertas Pahiu.